Kena orë me të bëjë një surprizë. Fitore. Kena neshja për kanonën 107 vjetorin e klubit. Kena mendu me bëjë një program festiv për para neshjes, me kujtu klubin, me kujtu gjithat histori si ka Vllaznia, si klubi më i vjetër shqiptar. Inshallah keni jetën e shnetën edhe në mundune me udhon sa do pak nasi. Me që edhe jom ftut mu për i qenë e 7 vjetorin e krijimit të skuadrës së Vllaznisë. Inshallah kena me festu me fitore. Shpresojmë që këtë vit paktën për me dal kampion, kena mundësi me dal edhe me kupë republiket, kena lujt mirë. Në përgjithësi tanë lojtarët i kena shumë të mirë. Vllaznin me thonë drejtën e kam një qyshe vogël gjithmonë, se edhe axhat e mi i kam pas e babën e i kam pas shumë tifoza. Di edhe që kam shku një herë kur kena lujt me Gjermanin, mund t'kin kënë 71-72 klas 8 diçka kam kënë. Kena i hypë prej murit për me e pa. Mje për emocion nuk e di pse, si kur kam një kështu zemret. Qysh me një herë në fakt ma kriju një kja se kina kënë ato dalë kampion, aty na patën bani me hile. Qysh atëherë unë të she nuk kam fart kështu për me e pa, po e shaf edhe kur janë të pjesë kulmore të më thonë që ashtë afër porte me na ba ata një golin, unë e heko edhe kalana ja prap e shaf. Djali ati fës, ashtë në Itali, i një të tona, me një sa ma shumë, se sa ma shumë tifoza për me kënë në stadium, aq ma tepër, edhe vetë lojtarët, si me thonë, losin e frymëzohen ma tepër. Duhet me një Vllazni. Si tifozat e Vllaznisë s'ka, e kisha dhënë një 5.000 lekë. Te Vllaznia me pagu, mas me na ik lojtarët e mirë, me najtë atë.